Në bibliotekën publike Shefqet Musaraj të Vlorës është organizuar këtë të premte aktiviteti Kampioni i leximit veror 2025, që bëri bashkë artin e fjalës me artin e skenës. Të pranishëm kanë qenë zënës dhe dashamirës së librit, ndërsa aktiviteti u hap nga drejtoresha e Qendrës Kulturore në Bashkinë e Vlorës, Angela Kaplani, e cila uroi mirëseardhjen. Mirë se keni ardhur në eventet e Qendrës së Kulturës Bashkia Vlorë, konkretisht në bibliotekën dhe në shtëpinë tuaj. Jam shumë e lumtur për të gjitha aktivitetet që biblioteka bashkë me Iltanën dhe gjithë punonësit e saj çdo javë na mbledhin këtu për të qenë së bashku. Ju uroj suksese në rrugën e dijes dhe sa më shumë evente të tilla. Drejtoresha e Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj të Vlorës, Iltana Koleka, ka falendëruar nxënësit e shkollës 4 Erojnë, të cilët u bën pjesë e kësaj nisme të bukur për ta kthyer leximin në lojë, në udhëtim dhe në fest. Sot jemi këtu për të festuar jo vetëm leximin, por edhe gëzimin, këmbënguljen, kureshtjen dhe sytë që ndizen sa her hapet një faqe e re. Në mënyrë të veçantë dua të përshëndes nxënësit e ciklit fillor të shkollës 4 Erojnë, të cilët janë kthyer në aleatët më besnik të bibliotekës. Në udhëheqjen e mësueseve dhe drejtueses së talentuar zonjës Silvana Nikaj, e cila gjen kohën, frymën dhe mënyrën për të sjellë fëmijët këtu, jo vetëm si vizitor, por si banor të përhershëm të botës së leximit. Një mirënjohje veçantë i shkon shkrimtares së dashur për fëmijë, zonjës Zamira Agalliu. Bashku me stafin ton, frymëzoi këtë nismë të bukur në muajin qershor, duke kthyer leximin në lojë, në udhtim dhe në fest. Sot festa jon bëhet edhe më e plot fal bashkëpunimit me Liceun Artistik Naim Frashëri, por kampionët e vërtet jeni ju fëmijë, ju që gjatë verës zgjodhët librin në vend të tabletit, përallat në vend të lojrave të përqendruara, magjinë e leximit në vend të gjithçka negative që themi ne. Shkrimtarja dhe poetja e njohur Zamira Agalliu, një nga nismëtarët e këtij aktiviteti, foli për mënyrën se si lindi kjo ide. Kjo nismë ka lindur në qershor, si muaj i fundit i shkollës. Duke kaluar në pushimet verore, fëmijët padyshim që kishin nevojë të ishin pranë librit. E tillë erdhi kjo fest dhe kam një falënderim shumë të veçantë për fëmijët, të cilët janë shumë kërkues dhe shumë kurreshtar. Një filozof i shquar thot: "Faleminderit shumë kurreshtjes së fëmijëve, kuriozitetit, mos u shuajt kurrë kurioziteti i fëmijëve." Një falënderim tjetër do shkonte për prindrit, si mbështetës të kësaj nisme. Një falënderim tjetër do të shkonte edhe për mësuesit, si motivuesit dhe frymëzimi i fëmijëve. Kjo fest sot është mbyllja e një kapitulli që do të thotë pas disa kohësh do të hapet një kapitull tjetër për leximin, sepse leximi është shkëndija dhe ndriçimi i mendjes. Gjatë aktivitetit u ndanë edhe çmimet lexuesi art. I jepet zonjës mësueses profesionistes Ida Shakaj për pranimin dhe bashkëpunim në aktivitetet e shtëpisë sonë të madhe të librit. Zonjës Eriselda Duraj për pranim dhe bashkëpunimin në aktivitetet e shtëpisë sonë të madhe të librit. Certifikat kampioni i leximit veror i jepet Albonis Birçaj për pasionin ndaj librit dhe udhëtimin plot imagjinat gjatë verës. Albonis? Kampioni i leximit veror i jepet Kristian Malaj. Faleminderit drejtoresha. Aktiviteti Kampioni i leximit veror 2025, që bëri bashkë artin e fjalës me artin e skenës, u shoqërua edhe nga një program artistik me violinë.
Nxënësit e shkollës artistike Naim Frashëri krijuan edhe një atmosferë shumë të këndshme gjatë këtij aktiviteti, që u zhvillua në kuadër të respektit për librin, por edhe mënyrës për ta patur atë si një shok të mirë, për të kaluar kohën e lirë, për t'u argëtuar, por mbi të gjitha për të mësuar.